Seanca e radhës për çështjen e një orë plumbi art ka kaluar përtej kufive të një procesi të zakonshëm gjyqësor pasi tensionet mes palëve kanë shpërthyer në një përplasje të papritur. Avokati Lirian Dyzeni, që mbron të pandeurin Besian Xhixha, ka pretenduar se gjatë seancës është kërcënuar nga i padeuri drejtësisë Nuridin Dumani. Ky fundi, sipas avokatit, përdori një shprehje të pazakont, i e në ofertë, që në gjuhën e zakonshme mund të nënkuptojë një kërcënim të mundshëm për jetën e tij. I zemëruar nga mungesa e reagimit të prokurorit të Spakut Altin Dumani, avokati Dyzeni, duke konsideruar të papranueshëm kërcënimin dhe indiferencimin e prokurorit, ka shpërthyer me tone të larta duke u larguar nga sallja me thirrje të forta. Situata u pasua me ndërhyrjen e gjykatës, e cila urdhëroi largimin e Dumanit nga salla dhe ndërpreu përkohësisht seancën për të shmangur për shkallëzimin e tensioneve. Pas incidentit, avokati Dyzeni pranoi se mund të ketë reaguar emocionalisht, por e theksoi se kjo situatë është një përsëritje e rasteve të ngjashme që ka hasur gjatë këtyre proceseve. Ai kërkoi që të merreshin masa të forta për të siguruar që një gjë e tillë të mos ndodh më, duke shtuar se dhomës avokatisi është kërkuar që të ndërhyjë dhe të kërkojë shtyrjen e seancës për shkak të tensioneve të përsëritura që kanë rënduar situatën në sallën e gjyqit.